Në prill të vitit 2025, Republika e Kosovës priste një kapitull të ri parlamentar. Presidentja caktoi datën, agjenda u dakordua, deputetet u mblodhen. Por kuvendi ende nuk është konstituuar. Kush po e ndal funksionimin e kuvendit dhe kush po e përdor kushtetutën për ta shkelur atë? Kryesuesi i seancës konstituive, Avni Dehari, ka vetëm një detyrë, të udhëheqë teknikisht seancën, as më shumë, as më pak. Por ai zgjodhi të veprojë përtej çdo kufiri kushtetues. Kur deputetët nuk votuan raportin e një komisioni, Dehari e quante akt të paprecedent. Por sipas kushtetutës, votimi është e drejtë, jo detyrim. Asnjë deputet nuk i jep llogari kryesuesit. Një nga seancat e prillit u ndërprej pa votim, edhe pse ishin 100 deputet prezent. Asnjë arsye, asnjë vendim, vetëm vullnet personal. Në vend se ta drejtonte seancën, Dehari organizoi mbledhje jashtë saj. Konsultime që nuk sollën zgjidhje, veç zvarritje. Me 19 prill, pas një rundi të dështuar, Dehari shpalli pauzë prej 15 minutash. Por as pauza nuk kishte arsyetim e as fund. 15 minuta duhet të zgjas pauza, pushimi. Lejoj diskutime jashtë agjendës, kohë shtesë për partinë nga e cila vjen vetë, lëvizjen vetëvendosje. Pa dakordim, pa barazi në shkelje të qartë të rregullores. Por i njëjti standard nuk u zbatua me parti tjera. 1 maj, Dehari propozoi votim të fshehtë. Pa miratim, pa komision të përfaqësuar drejt, pa asnjë bazë në rregullore. Edhe pasi gjykata kushtetuese në rastin KO 124/25 e përcaktoi qartë se seanca konstituive duhet të përfundojë sipas kushtetutës, rregullores dhe praktikës së deritanishme parlamentare për konstituimin e kuvendit të Republikës së Kosovës. Dehari sërish vazhdoi me shkelje. Kërkoi emrat për një komision votimi të fshehtë që vetë nuk kishte të drejtë ta propozonte. Për 29 herë më radhë, Avni Dehari ka refuzuar votimin për kryetar të kuvendit. Ka ndërprer seanca, ka shmangur rendin, ka penguar kuvendin të rilind. Një pozitë teknike u kthye në armë politike. Kuvendi nuk mund të mbahet peng. Kushtetuta nuk mund të përdoret si pretekst për shkelje. Roli i kryesuesit është teknik, jo politik. Zvarritja nuk është zgjidhje, është shkelje.